Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+ me një lajm nga bujqësia. Këtë vit bujqësor, fermerët e Divjakës po shohin të shkojë dëm djersa dhe mundi i punës së tyre. Tonelata të tëra me lakër kok po groposen pasi nuk ka treg shitjeje. Kjo kulturë prej vitesh, destinacion kryesor ka pasur tregun e jashtëm, por pikat e grumbullimit nuk kanë tërhequr as 5% të prodhimit. Ky fenomen i këtij viti ka prekur në mas të gjerë fshatrat Sulzotaj, Miz, Zharnec, Kryekuq dhe Kamenic, ku janë dhe sipërfaqet më të mëdha të mbjella. Të ndodhur në këtë situatë, fermerët prej 10 ditësh kanë nisur ta groposin, pasi sipërfaqja e mbjellë me lakër duhet përgatitur për mbjelljen e shalqirit. Pavarësisht humbjeve, fermerët kanë porositur fidanët e shalqirit dhe janë të detyruar t'i paguajnë e të vazhdojnë punën. Fermerët gjykojnë që mungesa e tregut të jashtëm dhe kontratave të shitjes janë faktor kryesor të humbjeve totale të tyre nga kultura e lakrës. As edhe një kokër. Shpenzimet janë paktën po themi 200.000 lekë janë vetëm farishte. E shpenzimet tjera shkon ke 1 milion e ca lekë, me fjalë 2 milion lekë është shpenzimi farishte dhe punime. Lere tjerat pastaj nuk kemi kokër leku. Si e shpjegoni këtë që nuk shitet laka kokës si vjetë? Gjykimi im është i çik, mund t'ja vend dhe kohës klima që ka qenë, po ne kemi probleme me subvencionimin. Shumë fare, ne nuk kemi asnjë lloj subvencionimi nga ky shtet. Fare, kur them lekët e farishteve i duan dorë, gjitha gjërat janë, nuk kemi si vjet as naftën nuk pa të marrë gjëre në qik naftë, i thënë që dhe asajt, po nuk ka as naftë, as i lloj shpenzimi. Nuk shesim se shteti jonë kysht, nuk ka regulator, se shteti është regulatori. Për çdo gjë që mjell fermeri, regulatori shteti. Shteti ne s'na kanë defter fare, vetëm do tatimin e tokës atje dhe miru pafshim. Nuk ka, ose berva ta mill me kontrat, i dakord jam unë. Po të më organizuej që të di atë kulturë që ta mill, ta kem qitur. Kështu që nuk në kanë defter njëri, me thënë drejtën. Aktualisht ka kaluar koha që ju po e groposni lakrën? Kjo ka marrë punë, kjo matan tjetrit, burazeri tjetër matan, kjo ka marrë punë. Edhe preshja avash, po marron punë. Nuk ka. Po të pak në të anë shpenzime janë lek. Nuk e di që do bëhet, po njërë për njërë, situata është e vështirë. Sipas fermerëve, kostoja e kultivimit të 1 hektari lakër shkon 5 deri në 6 milion lekë të vjetra, ndërkohë sipas të dhënave, sipërfaqja e mbjellë me lakër në bashki Divjak e Lushnjë i kalon 500 hektar. Ka nisur rritja e çmimit të naftës pas sulmeve në vendet e lindjes së mesme. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku e quan një spekulim të pastër tregtar që nuk ka lidhje me bursat ndërkombëtare para lajmërimin e kompanive të karburanteve për rritjen e çmimit të naftës pas konfliktit të fundit mes Amerikës, Izraelit dhe Iranit. Ajo kërkoi llogari nga autoriteti i konkurrencës dhe qeveria shqiptare. Gjiri i Arabisë ndodhet tashmë në një konflikt të hapur dhe njoftimi i kompanive të karburantit në Shqipëri që do të rriten çmimet së pari 20 lekë, më pas 40 lekë për litër, habiti shumë kënd. E para për arsyen e thjeshtë sepse çmimi nuk është rritur akoma në bursa dhe e dyta sepse ky që nga një çmim i përcaktuar. Çfarë bën autoriteti i konkurrencës? Çfarë bën qeveria shqiptare për të kontrolluar këtë treg që sot i ka çmimet shumë më të larta se rajoni, që i ka çmimet të paktën 30 deri në 40% më të larta se vendet fqinj, duke nisur nga Maqedonia e Veriut dhe duke vazhduar në Malin e Zi. Rritja e çmimeve në këtë mënyrë abuzive, në kurrizë të qytetarëve, në kurrizë të bizneseve që përdorin karburantin edhe për nevojat e tyre, është vjedhje, është korrupsion i hapur. Edhe deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe ka folur për të njëjtin problem në rrjetet e tij sociale. Po dëgjoj këto lajmet që operatorët e hidrokarbureve në këtë vend do të rrisin brenda 40 orëve çmimin e naftës kryesisht me 20 lekë dhe rritja mund shkojë deri në 40 lekë. Pra, do prekin edhe një herë limitin e 200 lekëve ose 2000 lekëve. Shikoni që ngjarjet në lindjen e mesme, lufta atje, përhapja në vendet e tjera arabike përtej Iranit, prodhuese,
bllari kushticës së Hormuzit, ku kalon trafiku i hidrokarbureve, naftës edhe gazit, pati që do të kishte një impakt në çmim, po që ky impakti përkthehet ose vjen në Shqipëri brenda 48 orëve, ky është nam. Shikoni, çmimi i naftës është fiksuar në 173 lek prej një viti. Një vit që nuk ndryshon. Kjo historia që këta shesin në tregun e brendshëm me çmimin e bursës është një tallje, nuk po e them çfarë tallje është, po është një tallje shumë e madhe me gjithë ne që paguajmë naftën, apo benzinën, apo gazin tek këta operatorë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, deklaroi nga Shkupi se NATO nuk do të lejojë krijimin e një vakumi sigurie në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Misioni paqëruetës në Kosovë do të mbetet i fuqishëm dhe i gatshëm për misionin e tij, tha Rutte, duke bërë të qartë se stabiliteti në Ballkanin Perëndimor është me rëndësi strategjike për aleancën. Ky mision vazhdon të luajë rol themelor në mbështetje të sigurisë së qëndrueshme në dobi të gjithë njerëzve që jetojnë në Kosovë. Ne do të vazhdojmë të sigurohemi që KFOR-i të mbetet i fuqishëm dhe i aftë për të përmbushur detyrën e tij. Bashkëpunimi mes aleatëve është thelbësor për sigurinë e përbashkët. Misioni i KFOR-it u vendos në Kosovë në qershor të vitit 1999, pas përfundimit të luftës me qëllim krijimin e një mjedisi të sigurt dhe parandalimin e rikthimit të dhunës. Ai mbetet operacioni më jetëgjatë dhe një nga më të mëdhenjt aktiv të NATO-s. Deklaratat e Ruttes vinë në një kohë kur muajt e fundit janë shtuar diskutimet për mundësinë e një rishikimi të angazhimit amerikan në misionet e jashtme të NATO-s, përfshirë edhe Kosovën. Megjithatë, Pentagoni ka thënë se nuk ka ndonjë njoftim për ndryshim të dislokimit të forcave në KFOR. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë vazhduar sulmet ndaj Iranit duke zgjeruar konfliktin. Izraeli goditi edhe Libanin, ndërsa raketat e regjimit iranian kanë shkaktuar dëme e panik në Jeruzalem, Dubai e Doha. 40 raketa pretendon Teherani të ketë lëshuar vetëm mëngjesin e sotëm kundër objektivave amerikane dhe izraelite në rajon. Pak orë më parë ka filluar vala e 17 operacionit True Promise 4 me lëshimin e mbi 400 raketave nga forcat hapësinore të IRGC-s drejt objektivave sioniste dhe amerikane. Raportoi agjencia e lajmeve Fars, duke cituar një deklaratë të Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik. Izraeli ja ktheu përgjigjen me bombardime të reja sot në periferinë jugore të Beirutit, të konsideruar bastion të Hezbollahut pasi më herët kishte shënjestruar një lagje të kryeqytetit libanez pranë pallatit presidencial si edhe qytetin e lashtë të Baalbekut, në lindje të vendit duke vrarë 11 persona. Evropa nuk u konsultua dhe nuk u paralemërua për nisjen e këtij konflikti, por në luftën kundër Iranit, kontinenti i vjetër është gjithsesi i përfshirë. Presidenti francez Emmanuel Macron njoftoi se ka vendosur të dërgojë në MSD aeroplanmbajtësen bërthamore Charles de Gaulle, teksa kryeministri britanik Starmer së bashku me Greqinë ka dërguar anije helikopter kundër dronëve dhe avionëve luftarak F-16 për të mbrojtur Çipron, pas sulmit të një droni iranian ndaj një baze britanike në ishull. Ministria e Jashtme në Teheran e bëri të qartë se veprimet evropiane po ndiqen me kujdes nga regjimi iranian. Bursat evropiane humbën një ditë më parë 565 miliardë euro, dëmet në sektorin ajror dhe turistik përfshirë kompani evropiane arrin tashmë në 5 miliardë euro, ndërsa në fatura dhe pikat e karburantit ka nisur të ndihet ndikimi te çmimet e naftës dhe sidomos të gazit, në nivelet më të larta që nga viti 2023. Irani nga ana e tij nuk jep shenja dorëzimi. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.